të investosh tani ose t'i lësh fondet tua të ngrira. Ka dy lloj klientësh, ata të cilët e mendojnë në plan afatgjatë dhe ata të cilët e mendojnë në plan afatshkurtër. Prandaj pyetja që shtrohet sot nuk është sa janë të shtrenjta pronat, por sa do kushtojnë ato nesër. Në qoftë se një qerat të jep ti fleksibilitet, atëherë një blerje të jep ti ndërtimin e një kapitali, të jep një angazhim më shumë në të ardhmen, gjithashtu të jep më shumë siguri financiare. Në tregje të tilla dinamike si ky në Shqipëri, sidomos në Tiranë dhe në Durrës, kush lëviz avash ngelet në klasë, kush lëviz shpejt shkon direkt në doktoraturë. Ky treg nuk është për gjithë, është një industri serioze dhe të cila ka rreziqet e saj. Ti duhet menaxhosh kohën, duhet menaxhosh fondet e tua dhe duhet të besosh te njerëzit e duhur. Nuk është për të gjithë njerëzit të cilët duan të futen dhe thjesht nuk e di se çfarë duan të bëjnë. Tregu ka ndryshuar, është bërë më dinamik se kur më parë. Dhe njerëzit që lëvizin shpejt fitojnë të parën. Nuk duhet të dëgjosh as të afërmit e tu, por duhet shikosh në bazë të eksperiencës tënde dhe në bazë të konsultimit me një profesionist. Prandaj ti duhet të më kontaktosh tani. Unë jam Kesi Suli, konsulent imobiliar në Future Home. Ju përshëndes.